Atëherë zoti Gërdupi, siç edhe kemi parë edhe nga mediat, ditën e sotme kantieri i aeroportit të Vlorës është përfshirë nga një konflikt i cili për pak ka përfunduar edhe në konfrontim fizik. Çfarë ndodhi konkretisht në aeroportin e Vlorës dhe pse u krijua e gjithë kjo situatë? Nga ana një personi i cili ka një prokuror, nga një administrator i cili është zgjedhur në mënyrë të anshme dhe të paligjshme nga ortaku në 2% qeverisë VIA, u dha një njoftim dhe një vendim që MAPO nuk do lejojë më të hynte në kantier. As MAPO dhe as në kontraktorët e saj, që janë pothuajse 20 subjekte të ndryshme. Ky vendim erdhi ditën e shtunë po flasim rreth orës 9:10 të mbrëmjes dhe ishte në pamundësi duke qenë që dje ishte ditë e djetë për të njoftuar të gjithë kontraktorët, që të gjithë erdhën për të lejuar punën si normalisht. Dhe u përballën para një vendimi të cilin ata nuk u lejuan që të hynin në vendin e kantierin e tyre të punës, në cilin kanë mbi 5 vite që punojnë, që nga 2021 që ka filluar kontrata koncesionare. Tani, sepse u deklarua gjatë ditës së sotme më herës që ishte një njoftim jo formal, po themi. Në çfarë mënyre ka ardhur njoftimi që ata që punonësit të mos paraqiteshin në punë? Njoftimi ishte një email i thjeshtë i ardhur nga VIA, por nuk është problemi vetëm i njoftimit edhe formës së njoftimit, është problemi që subjekti që e ka dërguar atë nuk e ka legitimitetin për ta nisur. Pra, po themi, edhe administratori formalisht që është regjistruar, të cilën MAPO e konteston, nuk është në shkruajsin e saj, por është në shkruajsin e saj është drejtori i financës me një prokuror të përgjithshme, të cilën nuk është bërë në asnjë moment publike, nuk është regjistruar në asnjë moment në regjistrat tregtar. Pra, ne kemi një projekt gati 90 milionë euro të ndërprerë me vendim të një njeriu që nuk e njeh askush. E qartë. Pra, po themi që futja e punonjësve ishte thjesht çështje mosnjoftimi apo ishte edhe çështje e mosbindjes, po themi, ndaj administratorit? Ne nuk e njohim atë vendim, asnjë ligjshmëri, asnjë efekt atij vendimi, por ne vendimi pa ligjshëm dhe nuk duhet krijoj efekte. Rrjedhimisht nuk është se e njohim dhe punonësit kërkojnë që të vazhdojnë të hyjnë. Por më tepër që faza e përfundimit të punimeve është drejt fundit, edhe do mjaftoni një numër shumë i vogël ditësh për të përfunduar gjitha punimet. Pra, situata në thelb nuk ka qenë kaq edhe vetëm një po themi mosarritje e njoftimit të punonjësve sepse ishte ditë e diel, po themi. Jo, nuk është thjesht çështje koordinimi, por po diskutojmë për një vendim i cili është marrë jashtë çdo standardi, sepse edhe një vendim që po themi në formën e paligjshme, të paktën të ketë njoftuar në mënyrë shpresore, të përmbajë shkrimin nga personi i posaçëm, të ketë një bazë ligjore të qartë dhe të kuptueshme. Atij vendimi mungonin të gjitha këto elemente. Ndër të tjera ishte ajo që njoftim shumë i shkurtër në kohë dhe pa lënë një afat që të përfundohen punimet në tërësinë e tyre. Arriti situata deri në këtë pikë edhe për shkak të vendimit të gjykatës? Ne nuk kemi një vendim të gjykatës në lidhje me punimet e kantier, ka vendim që ka të bëjë vetëm me pjesën e drejtave të aksionerëve. Po, pikërisht këtë po flisje. Po, ka ndikuar padyshim, sepse ky vendim ka sjell të ndrimin e administratorit duke u mëruar një administrator i njanshëm edhe bashkë me të gjitha kalvaret që i pasojnë aty. Kështu që patjetër që është një pasojë drejt për drejt e atyre vendimeve. Gjatë ditës së sotme, sepse të paktën me atë që u pa në media u përpoq që të shmangej në maksimum për plasja fizike, por pati incidente të kësaj natyre, domethënë deri ku shkuan tensionet? Nuk pati asnjë incident në asnjë moment. Madje nga ana e punonjësve edhe në kontraktorëve të MAPO-s u krijua mundësia dhe u lirua hapësira që të kalonin të gjitha mjetet përgjatë rrugës për të kaluar në rrugën në cilën i çonë në Voset.
dhe Akerni, për të mos krijuar asnjë lloj vështirësie për gjithë banorët e zonës edhe për të gjithë ata që përdorin atë. E qartë. Ndërsa për sa i përket vijimësisë të situatës edhe nga pikpamja ligjore dhe nga pikpamja e punimeve, si do të vijohet? Janë bllokuar punimet, vijojnë? Punimet janë bllokuar për sa kohë që punojësit nuk lejohen, kërkohet një ndërhyrje nga ana e gjykatës me anë të një vendim për sigurim pa dije dhe mbetemi në pritje të çfarë vendim marrë do marrë gjykata. E qartë. Ndërkohë që e dim që aeroporti i Vlorës ka edhe një situatë pak të komplikuar edhe sa i përket anës ligjore, ka një hetim nga Prokuroria e Tiranës, një hetim tjetër paralel nga SPAK, për sa ju përket më pas mënyrës së përzgjedhjes së kontraktorëve. Domethënë është një situatë vetë zoti Pacolli, po themi, është në hetim për mashtrim dhe nuk ka një konfirmim zyrtar që zoti Pacolli të jetë në hetim. Nuk rezulton të jetë regjistruar në regjistrin e personave në hetim. E qartë. Duke qenë që është thirrur edhe në prokurori dhe është raportuar shpesh në media që ka dhënë deklarime si person në vjeni të ngjarjes, është një situatë rutinore, praktike e zakonshme. Edhe unë kam shkuar disa herë, kam dhënë deklarime qoftë prokurori, qoftë komisariat sa herë që më janë kërkuar, por nuk është se regjistrimi si person në hetim është një proces më vete. A ka ndikuar e gjithë kjo situata ligjore edhe në vonesën më pas të nisjes së fluturimeve, po themi, në aeroportin e Vlorës, sepse ka shtyrje vazhdimisht, ishte thënë që do të hapej verën e 2026-s dhe sërish ende nuk e kemi aeroportin gati dhe sërish tani nuk dihet se kur do bëhet, pra aq kohë sa kemi edhe një tjetër bllokim për situata të tilla. Duhet keni parasysh që punimet në aeroport janë ndarë midis dy ortakëve të shoqërisë Via. Ku njëri subjekt ka bërë MAPCO, ka bërë punimet në terminal, dhe subjekti tjetër Dua Group ka bërë punimet e pistës. Te punimet e terminalit janë në masën e tyre më të madhe të përfunduara, duhen një ditë që të finalizohen. Ndërsa punimet në pistë janë nga një vëzhgim i inxhinierëve, janë shumë brapa dhe duhen muaj të tërë për të përfunduar. Pra këtu kemi të bëjmë një situatë që është një përgjegjësi tërësisht e kontraktorit të Dua Group në mos përfundimin e punimeve në pistë. Ne urojmë që situata të zgjidhet për të mirën e të gjithëve, që edhe punimet të ecin dhe ne më në fund të kemi aeroportin pas disa viteve pritje. Shumë faleminderit për intervistën. Edhe unë uroj një zgjidhje sa më të shpejtë.